Malizime 14 tetor zhvillon zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Në listat e zgjedhjeve janë rreth 520.000 votues, ndërkaq prej tyre janë rreth 20.000 votues shqiptar. Forcat politike shqiptare edhe në këto zgjedhje nuk kanë arritur që të bëjnë një konsensus dhe të paraqiten në një listë të vetme. Përfaqësuesit politik të shqiptarëve në Maltëzi garojnë në zgjedhjet parlamentare të 14 tetorit të përçarë në 4 koalicione të cilët përbëhen nga 9 formacione të ndryshme politike. Me kodin e ri zgjedhor, ngushtohet mundësia e përfaqësimit të tyre në parlament dhe përkundër kësaj, gara është edhe më e fortë për arsye se votat e shqiptarëve shpërdahen. Në listat zgjedhore janë rreth 20.000 votues shqiptar prej 520.000 votuesve në gjithë Malin e Zi. Por përkundër kësaj, përfaqësuesit e partive politike shqiptare dhe jo vetëm, shprehen të sigurt se shqiptarët do përfaqësohen më së paku 3 deputet në kuvendin e Malit të Zi. Nuk ka rrezik që shqiptarët mos përfaqësohen, por Unioni Demokratik i Shqiptarëve gjithmonë, edhe në fazën parazgjedhore kemi ofruar vullnetin e mirë që të bashkëpunojmë me par subjekte tjerë politik shqiptar, mirë po ndodhi edhe treta që nuk kemi tani faktikisht na imponoi që nuk kemi 3 kolona siç kemi pritur, por janë 4. Çka do të binë kja kolona 4 të shfrigë dhe që do të binë deri te rrezikshmëria e deputetit tret, sepse me ligjin e ri zgjedhor ka ndryshuar kushtet. Dihet se me ligjin e ri është ngushtuar edhe faktikisht është shtissuar mundësia që shqiptarët fitojnë më shumë deputet. Maksimumi që mund të qohen janë 3. Faktikisht është ne konkurrojmë 4 lista dhe mundësia që reale që të shkojnë janë 3 të mundshëm edhe jo asnjë më tepër. Ndërkaq shqiptarët garojnë edhe me partitë të cilat njihen si parti qytetare që nuk janë të radhitura në forcat politike nacionaliste. Arsyet sipas tyre janë sepse partitë politike shqiptare në Maltëzi kanë qenë vazhdimisht nën tutelin e pushtetit dhe asgjë të mirë nuk i kanë sjellë pozitës së shqiptarëve gjatë gjithë këtyre viteve. Qëllimi ka qenë të formohet një parti krejt e re me fytyra fare të reja, pa një background dobët edhe pa një pasoja si vijnë nga historia. Na ma tepër herë kena pas forca ndryshme apo subjekte ndryshme të cilat kanë participuar në qeverinë lokale apo qendrore dhe nuk janë treguar si të mundshme me kriju kushte si të përmirësohet gjendja e shqiptarëve. Mali i Zi ka probleme tjera, ka probleme me korrupsion, ka probleme me kriminal të organizuar. Ka ende rrugë për të bërë që pozita shqiptare të përmirësohet dhe pas 14 tetorit pozita atyre do ketë progres, besojnë kështu përfaqësuesit politik të shqiptarëve në Maltëzi. Pozita politike e shqiptarëve në Maltëzi është jem më mirë se ç'kemi qenë, por ka punë ala që të jemi siç duhet me qenë. Shqiptarët kanë kontribuar gjithmonë. Edhe shqiptarët janë ata që thashë njerë, jo se jam unë shqiptar ose unë du, domethënë, por shqiptarët janë treguar gjithmonë dhe mund të them që kanë treguar stabilitet. Në Maltëzi kanë treguar se janë qytetarë që mund të bashkëtojnë me gjithë kombësitë tjera në Maltëzi. Besoj se duhet të ndrohet koncepti mendimit për politikën, luftimit edhe për drejtat e popullit vet, por edhe për drejtat përgjithësi, se mendoj se Mali i Zi duhet të jetë i gatshëm të prunjë ndryshimet të nevojshme edhe të demokratizohet në favor të gjithë qytetarëve. Në zgjedhjet e 14 tetorit në Maltëzi nga partitë politike shqiptare janë Koalicioni për Bashkim i përbërë nga Forca Iniciativa Qytetare dhe Lëvizja Perspektiva, Koalicioni Shqiptar nga Lidhja Demokratike në Maltëzi, Partia Demokratike dhe Alternativa Shqiptare, Koalicioni mes Unionit Demokratik të Shqiptarëve dhe Partisë së Prosperitetit Demokratik, si dhe Aleanca Rinore Shqiptare.